Vllazërit të nderuar, disa qytetarë të Voshtërës na kanë njoftuar se është një vllai joni, pra Flurim Hyseni, është semur, është shtrat, jeton vetëm me gruan e tij. Ne kemi ndihmuar disa herë, por prap do të shkojmë të vizitojmë. Në atë kohë kur i kemi ndihmuar ka qenë kënd veta, por na tash shkojmë të shikojmë se si është semur. Do të mundohemi sa të pak që të ndihmojmë. Hajde. Do të më gjitë maska sepse ka pa pastërti shumë këtu. Ja. O, Vlorën! Shiko, kjo është pa pastërtia. Allah. Qka me të ndihmu vllai dashur Vlorën tash? Po ushqim, a mund me shku shoqja me marra, mund me gatu shoqja? Jo. E si me të ndihmu ne? Može me lona një, që kene vëndësisht. Qysh? Može një me lona. E ndihmu, Qysh? që kene vëndësisht. Po? E vandohet ta. Po, qka hanë ti me ta pagun nduvojtu, dyqar? Po, Qumsh? dy vujzë, Po qka po të në qumsh, ta qa hanë ti? Qa? po i sa du. A mon? Po tash me pagu këtu në dyqan që e gi ofër, ti nuk mund me shkua po ta binë. Allah e dhe. Po nas po di me si ndihmojmë Ja tash. shumë, pina e vjetëri. Vllazërit të nderuar, ne kemi ardhur për mi ndihmu, po vjen era shumë vere keqe, peshen edhe vetë. La ilaha illallah. Mi ndihmu na, do t'i ndihmojmë me ndihmën e një vllau tonë i cili ka dëshiruar se të anonim, po nuk po di si mi ndihmu. A mund me shku me marrë market këto dyqan këto ofër? Po, valmi e vjetë me të përqizë. Kush është ta Elbini? Qajtë. Qënë ti vlo? Po. Peshen edhe veç, la ilaha illallah. Na dash dojna me shku në dyqan këto ofër, nja pagu qëmët edhe bok për një muj dhe s'po dim që kam i ndihmu ma tepër. Unë i kësha drejtu edhe kuvendit komunal të Voshtërës që të ketë ma parasysh dhe të shikon këtë gjendje, se era shumë. Të rem na shkum.